Hani një qep në ditë dhe jepni fund problemit që po ju shqetëson prej kohësh. Në video tona të mëparshme kemi folur vazhdimisht për hudhrën dhe efektet e saj shëndetësore për organizmin, por krahas hudhrës ekziston edhe një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund t'i jap gjithashtu përfitime të mahnitshme në dobi të vlerave të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ajo është qepa, një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese të cilat mund t'i japin përfitime të larmishme në mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Ndoshta, disa nga ju e dini se qepa është shumë e mirë për shëndetin. Ja disa nga probleme shëndetësore që qepa mund t'i lehtësojë në përdorimin e saj të parë. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë kur keni probleme me veshët e bllokuar. Me anë të një thike të vogël do të hiqni bulbin e qepës dhe do ta vendosni atë në fillim në kanalin e veshit. Kujdes, mos e shtyni shumë brenda, më pas e lini të qëndrojë gjatë natës. Kur të zgjoheni, dylli do të jetë zbutur ndjeshëm dhe mbi të gjitha do të jetë më i lehtë për t'u pastruar. Qepa është një përzierje shumë e mirë edhe kundër problemeve të djegjes. Qepa është shumë e dobishme kur vjen fjala tek djegjet. Prisni një qep në 2 pjesë dhe vendosni njërin gjysmë në vendin e djegur. E mbani për 5 deri në 10 minuta. Ajo do të minimizojë djegjet dhe do të zbusë atë derisa të merrni kështu trajtimin më të specializuar. Kjo metodë mund të jetë një zgjidhje emergjente derisa të shkoni tek mjeku. Qepa mund të normalizojë kështu temperaturën e trupit. Nëse keni temperaturë të lartë të trupit, prisni një qep në copa të vogla. Vendoseni atë në çorape. Kjo është një mënyrë shumë e mirë natyrore për të ulur temperaturën. Kjo këshill vjen edhe për të vegjëlit. Qepa do të eliminojë gjithashtu toksinat nga trupi. Hani her pas here një qep të freskët dhe flini gjumë. Siç e dini të gjithë, qepa do të normalizojë dhe filtrojë toksinat natyrale dhe do t'i ofrojë gjithashtu një zgjidhje shumë të mirë kundër këtij procesi. Kundër pickimit të insekteve si grera, bleta e të tjera, mund të përdorni gjithashtu edhe qepën. Këto pickime mund të jenë shumë të dëmshme, veçanërisht nëse jeni alergjik ndaj këtyre insekteve. Por mos u friksoni, ka një mënyrë natyrale që mund t'ju ndihmojë dukshëm në këtë situatë. Merrni menjëherë një qep të shtypur ose e grini në rende dhe vendoseni atë në vendin e pickuar. Kështu rezultatet që do të keni do të jenë të mahnitshme edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Qepa është një produkt fantastik që mund t'i ofrojë shëndetit tuaj një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese. Qepa është një nga perimet më të lashta në të gjithë historinë e njerëzimit. Përdorimi i saj daton plot 3500 vite më parë. Sipas ekspertëve, qepa është një ushqim shumë i rëndësishëm jo vetëm në kuzhinë, por edhe në shëndetin tuaj në tërësi, dhe përfitimet që do të merrni në saj të vlerave të saj do të jenë vërtet të mahnitshme për organizmin tuaj. Shtimi i qepës mund të ofrojë një zgjidhje shumë të mirë kundër problemeve të ndryshme kronike, bashkë me shegët dhe çajin e malit, që cilësohen gjithashtu si super ushqimet e dietës suaj të rëndësishme. Qepët renditen ndër ushqimet më superiore për ju. Qepa ka aftësi shumë të mira parandaluese dhe është dobishme në trajtimin e shumë komplikacioneve kronike siç mund të jenë edhe ato të diabetit të tipit 2 e të tjera. Qepa është e rëndësishme edhe kundër problemeve të shkaktuara nga ushqimi dhe mikrobet. Ekspertët e Healthline thonë se përbërësit e qepës janë jashtëzakonisht të mirë në mbrojtjen e organizmit, në sistemin imunitar, në funksionin e shëndetshëm të hormoneve e të tjera. Shtimi i qepës në përditshmërinë e dietave tuaja do të luajë një rol të mirë edhe për shëndetin e zemrës. Qepa arrin të mbrojë zemrën më mirë se sa produktet e tjera. Qepa do të ulë gjithashtu nivelin e kolesterolit dhe mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë në forcimin e enëve të gjakut, duke i bërë edhe ato më të shëndetshme në mirëmbajtjen e tensionit. Shtimi i qepës në vaktet tuaja ditore do të luajë gjithashtu një mbrojtje më të mirë kundër diabetit. Për fat të mirë, qepa ka aftësinë të ulë ndjeshëm nivelin e sheqerit në trup, duke u bërë një aleat e organizmit kundër diabetit të tipit 2, gjithashtu dhe mbi peshës. Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju të keni një peshë të mirë trupore,
por ajo ju vjen në ndihmë nëse konsumoni së paku një qep çdo ditë. Falë qepës zbehet dëmi i yndyrnave dhe sheqernave, ndaj duke ngrënë qepën ju do të mirëmbani nivelin e sheqerit në gjak dhe mbi të gjitha do të përmirësoni edhe peshën tuaj trupore. Qepa gjithashtu është armiku i qelizave të dëmshme. Ekspertët kanë rekomanduar një zëri se njeriu duhet të konsumojë me patjetër një qep në ditë. Sipas tyre, qepët e freskëta përmbajnë substanca të rëndësishme mbrojtëse për shëndetin tuaj. Megjithatë, ata thonë se edhe qepa e gatuar nuk humbet shumë prej aftësive të saj mbrojtëse. Përfshirni qepën në sallata, në perime, në gatime, në peshk ose në mish, ndërsa përlotja është e paevitueshme me qepën. Konsumi i saj në mënyrë të rregullt dhe ditor mund t'i ofrojë vlera të rëndësishme organizmit tuaj në tërësi. Ndaj, edhe ekspertët e Healthline këshillojnë vazhdimisht të përfshini qepën në vaktet tuaja ditore. Kjo falë elementeve të saj ushqyes dhe lehtësues kundër një sër komplikacionesh. Përfshirja e qepës në dietën tuaj ditore, sipas ekspertëve të Healthline, mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Qepa konsiderohet nga mjekësia popullore e shumë shteteve të botës si një lëndë profilaktike kurative kundër problemeve dhe infeksioneve të ndryshme. Mjekët e lashtë e përdorin atë edhe për të fashuar dhe aplikuar forma të ndryshme të lëkurës, duke evituar kështu komplikacionet e tyre, që në lashtësi njihet qepa e pjekur ose e zier, që aplikohet në formën e tinkturave dhe është efikase gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët e Healthline e cilësojnë qepën si një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese që njihet gjithashtu edhe si një mbrojtëse mjaft e mirë e imunitetit tuaj në tërësi. Të gjitha llojet e qepës konsiderohen se janë në një burim i lartë i lëndëve ushqyese. Vitamina C që gjendet te qepa do të ndihmojë trupin tuaj të shërohet dhe të formojë enet e gjakut në pjesë të tjera të trupit. Është gjithashtu e pasur me antioksidantë që luftojnë problemin e radikaleve të lira. Këto janë molekulat që trupi juaj prodhon që ndonjëherë mund të shkaktojnë edhe dëme. Ekspertët rekomandojnë 90 mg vitaminë C. Kjo është një vlerë ditore ose sasia e një lëndë ushqyese që mund të përpiqeni të merrni çdo ditë edhe nga përdorimi i saj. Ekspertët tregojnë se përfshirja e qepës në dietën tuaj ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë e imunitetit tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Sigurisht, përfitimet të tilla të qepës do të luajnë një rol të mirë parandalues për dëmet të shëndetit dhe do të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Ekspertët e Healthline e cilësojnë qepën si një përzgjedhje fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Qepët do t'i japin nivele shumë të larta të fibrave. Qepët kanë 2 lloje të fibrave dietike, gjithashtu dhe probiotike. Një filxhan ka 12% të 21 deri në 38 gramëve që nevojitet çdo ditë. Fibra ju ndihmon të ndjeheni të ngopur për më gjatë dhe të keni gjithashtu lëvizje më të rregullta të zorëve, edhe duke ndikuar kështu që t'jeni më të ngopur dhe të mos hani më shumë. Kjo ndihmon gjithashtu edhe në uljen e riskut të obezitetit. Fibra prebiotike të qepa ushqejnë bakteret e zorëve në mënyrë që ato edhe të rriten. Qepët janë të pasura me nivele shumë të larta të antioksidantëve, citon WebMed. Të gjitha llojet e qepëve përmbajnë gjithashtu quercetin, një përbërës flavonoid shumë i rëndësishëm për organizmin në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Kështu, përfshirja e qepës në mënyrë të rregullt në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje e mirë e antioksidantëve të rëndësishëm në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të përfitoni nga të mirat që qepa ofron në shëndetin tuaj, përdoreni atë me kujdes dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet fantastike. Shtimi i qepës në vaktet tuaja ditore do të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të vitaminave dhe mineraleve që i duan trupit tuaj në tërësi. Ekspertët e Healthline këshillojnë vazhdimisht konsumin e qepëve në formën e tyre natyrale të papërpunuar për të marrë edhe vlerat e tyre shëndetësore në dobi të shëndetit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë
të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.